Përshëndetje, ja ku jemi përsëri me një recetë tjetër salse, e cila është salsë me ricota e pomodorini. Është një recetë shumë e mirë për të përgatitur në këto raste festash. Fillojmë ta përgatisim. Si fillim do të vendosim në tavë të vockël domatet, vajin e ullirit, pak rozmarin të freskët dhe 2 thelpinjudra të shtypura. I trazojmë dhe vendosim në furrë në temperaturën 200 gradë për 7 deri në 8 minuta. Ndërkohë që domatet do na bëhen, ne do të përgatisim salsën. Vendosim ricotën, gjizën, qumshtin. Në qoftë se do keni qumësh në shtëpi, mund të vendosni edhe 4 lugë gjelle me qumësh llope të zakonshëm që keni. Farat e kungullit që japin një aromë dhe një freski të shkëlqyer dhe disa degëza rozmarine. Vajin e ullirit dhe vendosim kapakun që të përfitojmë salsën. Është një salsë që përdoret përveç bruschetave edhe në makarona, si për makarona pene, fuzli, tagliatelle. E përgatitëm e vendosim ne në përkatëse ku dhe do ta servirim. Ndërkohë domatet na janë bërë, i nxjerrim nga furra dhe i vendosim mbi salsën e përgatitur. Siç e thash, përveç bruschetave, kjo lloj salse përdoret edhe në perime të pjekura, në kungull, patlıgjane, speca, brokoli, si të dëshironi. Ja ku e bëm salsën, ju bëf të mirë. Dëshiroj që këto receta salse që unë kam përgatitur dhe i kam postuar sot, do dëshiroja shumë që ju t'i përgatisin për tavolinat tuaja. Ju uroj gëzuar vitin e ri dhe ardhmë i mbar për të gjithë ne.